Kryetari i Bashkisë së Shkodrës Benet Beci ka deklaruar se balkoni panoramik mes Shëngjinit dhe Velipojës do të marrë një vlerë të veçantë përmes vendosjes së statujës së mbretëreshës Teut, duke theksuar se ky veprim nuk është një vendim territorial, por një zgjedhje që të i kalon kufit administrativ. Sipas Becit, vendosja e statujës synon të lartësojë figurën e mbretëreshës Teut dhe historinë që ajo përfaqëson, ndërsa pozicioni i balkonit panoramik i jep veprës kuptimin e saj të plotë. Nga kjo pikë, vështrimi shtrihet mbi Adriatik, nga Ulqini deri në Durrës, duke e vendosur mbretëreshën Teut në hapësirën që i takon historikisht atë të detit, të qyteteve bregdetare dhe të një trashëgimie që na bashkon, ka theksuar Beci. Ai ka shprehur falënderime për artistin Julian Muçollari, i cili realizoi veprën, si dhe për gazetarin Mari Mema në cilësinë e drejtuesit të Fondacionit Shqipëria Tjetër, që kontribuoi në jetësimin e projektit. Një falënderim i veçantë sipas Becit i ka shkuar edhe kryetarit të Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, me të cilin vendimi është ndarë dhe është dakordsuar në mirëkuptim të plot institucional. Në fund, kryebashkiaku i Shkodrës ka falënderuar edhe qytetarët që reagojnë dhe ndihen të lidhur me historinë dhe simbolet kombëtare, duke theksuar se vetëm duke parë më larg me qartësi dhe mirëkuptim mund të ndërtohet më shumë vlerë për trashëgiminë dhe për vendin.